është quajtur nëna e të gjitha marrëveshjeve. Zbulohen detajet e saj. Pas pothuajse 2 dekadash negociata me ndërprerje, India dhe Bashkimi Evropian kanë rënë dakord për krijimin e një zone tregtare që përfshin rreth 2 miliard njerëz. Siç bëhet e ditur, marrëveshja do të hap tregun e madh dhe tradicionalisht e mbrojtur të Indisë për 27 vendet e Bashkimit Evropian, veçanërisht në sektorët e prodhimit dhe shërbimeve. Kështu produktet evropiane si makinat dhe vera do të kenë qasje më të lehtë në Indi, ndërsa do të përshpejtohen eksportet indiane të tekstileve dhe farmaceutikëve drejt Evropës. Si rezultat, sipas BE-s, eksportet evropiane drejt Indisë pritet të dyfishohen deri në vitin 2032, ndërsa kompanitë evropiane do të kursejnë rreth 4 miliard euro nga ulja e tarifave. Siç theksohet më tej, tarifat për makinat do të bien gradualisht nga 110% në vetëm 10%, nga të cilat do të përfitojnë prodhues të mëdhenj si BMW, Mercedes dhe Volkswagen. Marrëveshja shihet si strategjike në një kohë tensionesh tregtare globale dhe shqetësimesh për varësinë nga Kina. Nënshkrimi zyrtar pritet më vonë këtë vit, ndërsa hyrja në fuqi në fillim të vitit të ardhshëm. Për të mësuar më shumë detaje rreth kësaj marrëveshjeve dhe të rejave të fundit në botë, lexojeni telegrafi.com.